Seanca plenare e kësaj të hëne në Kuvendin e Shqipërisë është shoqëruar me përplasje të forta midis deputetëve të majorancës dhe atyre të opozitës për përdorimin e gazit lokësjellës dhe lëndëve të tjera të përdorura në protestën e 24 janarit. Në fjalën e saj, ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, në llogaridhënie të opozitës, tha se në protest nuk ishte policia ajo që ushtroi dhunë, por protestuesit ndaj tyre, duke hedhur lëndë piroteknike dhe sende të tjera të forta, ku përpasoi mbetën të lënduar edhe 11 efektiv policie. Protestën që u zhvillua ditën e shtunë dhe rolin e policisë shtetit në këtë protest. Do më duhet ta cek, sepse është patjetër një diskutim i cili u bë këtu duke përbaltur punonësit e policisë shtetit dhe sigurisht si drejtuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme kam detyrimin e parë moral, por edhe politik, për të garantuar të gjithë qytetarët që policia e shtetit e kreu detyrën e saj më së miri dhe me përpikmëri. Dua të jem e qartë kur them që policia e shtetit nuk ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Ajo që ndodhi ishte që policia u përball me dhunë. Gjatë tubimit të thirrur nga opozita, punonësit e policisë shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar të gjithë, u sulmuan me molotov, me lëndë piroteknike dhe sende të forta në zemër të kryeqytetit para institucioneve publike të rëndësishme. Dhe si pasojë e këtyre akteve, pati dhe lëndim, 11 punonjës policie u lënduan dhe u trajtuan pranë strukturave spitalore. Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, hodhi akuza të rënda ndaj qeverisë, duke thënë se po përpiqet të shtyp protestat qytetare me dhunë, ndërsa shtoi se fjala e Koçiut në kuvend duhet të ishte një ndjesë publike për protestuesit. Sipas Gjekmarkajt, në protestën e 24 janarit, qytetarët që ishin në shesh nuk morën një ofertë demokratike nga qeveria, por gaz lotësjellës dhe dhunë nga policia. Nuk e shikoni kolegun tuaj, nën kryetarin e kuvendit, që kërkon fjalën për procedurë, një instrument të cilin unë nuk e përdor shumë shpesh. Dhe nuk mund të merr një urrër nga salla sepse i prishet qefi Tavlan Ballës, ku të mbyllni seancën për 5 minuta në një kohë që zoti Balla fyu protestuesit, fyu opozitarët me një term të pahishëm, një term i cili meriton ndëshkim ose të paktën nga kryetari i grupit Partisë Socialiste do duhej një ndjesë publike. Nuk mund t'i quash lapangjoz protestuesit. Kjo është gjuha që ka përdor Ramiz Alia o Xhelil Xhoni në vitin 1990 ndaj shqiptarëve që hynë në ambasada, në mitingun famëzi që u bën në sheshin Skënderbej. Ju duhet njihni arsyet pse protestuesit reaguan, pse u ngritën kundër dhe u përballen me gaz lotësjellës, me makina uji, me arrestime dhe me dhunë nga ana e policisë. Janë skandalet, është korrupsioni, është pengimi që i bën drejtësisë, është taksidarja e Republikës, gysti që ju rrah ministrat dhe deputetët, sekseri i shtetit, ai që i kanë ngritur shqiptarët në protestë. Kreu i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, në replik të Gjekmarkajt dhe me tone të larta, tha se në këtë protest nuk bëheshe fjalë thjesht për disa protestues, por për një grup zjarri, të cilët kishin një agjendë të orkestruar më parë nga palë të treta. Ai përket policisë shtetit, policia e shtetit meriton respekt për detyrën që ka bërë për të mbrojtur institucionet. Thirrja ime për ju, deputetët e Partisë Demokratike, është të mbështesni punonjësit e ndershëm të policisë shtetit, ata që kryen detyrën me ndershmëri çdo ditë, çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i dukej vetja si Chuck Norris dhe që po qëllonte kryeministrin, një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk ishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes. Ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtsin. Këta nuk ka
as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që i ushqen ata me para, por të goditur institucionet duhet mbash përgjegjësi. Edhe aleatët e PD-s ishin në të njëjtën linjë me demokratët, teksa kritikuan qeverinë për përdorimin e dhunës. Kryetari i Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, Vangjell Dule, e cilsoi një krim përdorimin e gazit lotësjellës të skaduar mbi qytetarët e pranishëm në protestë. Pas fjalës së ministres së Brendshme, dëshiroj që të shprehem ndryshe. Me gjithë respektin institucional, zonja ministre, ishit e pranueshme. Nga koncepti politik, nga këndvështrimi njerëzor, po se po, duke qëndruar poshtë flamurit të Bashkimit Evropian edhe më keq. Nuk mund të vini dhe të justifikoni dhunën brutale të ushtruar nga policia. Dhe më vjen keq që detyrojmë ta përmend një nga viktimat e asaj dhune është edhe folësi nga ky podium, që nuk ishte me vete asnjë çakmak. Duhet të jepni llogari se jeni kapur me dashin e kopes në kuriz duke vjedhur si shtok populli. Keni hedhur gaz lotësjellës të skaduar. Është krim. Ne i mbanim si dëshmi në përgjepa bombolat e gazit lotësjellës që hodhën forcat tuaja. Dhe në vend që të kërkoni një ndjes, të vini përpara përgjegjësisë, zinxhirin komandues që dhanë këto urdhra të papajtueshëm me ligjin dhe me kushtetutën, juve vini për të bërë kryetarin e grupit tuaj parlamentar të nënqesh nga mos kuptimësia e situatës së krijuar nga sjelljet e tilla. Protesta e 24 janarit e opozitës ka sjellë reagime të forta nga palët për shkak të përdorimit të gazit lotësjellës, molotovëve dhe lëndëve të tjera piroteknike të përdorura në drejtim të protestuesve dhe anasjelltas.